Mjeku çudit botën, arrat shërojnë këto sëmundje, ja personat që duhet i konsumojnë urgjent. Arrat janë me benefite të jashtëzakonshme për shëndetin dhe metabolizmin, gjithashtu edhe për shëndetin tuaj mendor. Përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i arrave në dietën tuaj, sigurisht që do t'japin vlera të larta ushqyese. Vlerat ushqyese shëndetësore të arrave janë të shumta dhe elementët ushqyes të tyre mund të ofrojnë substancat bazike të aminoacideve të rëndësishme dhe në parandalimin e arteriosklerozës. Në këtë video, sipas Medical News Today, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i 5 deri në 8 kokra arra çdo ditë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përmirësoni shëndetin e zemrës. Arrat janë të pasura me yndyrra të shëndetshme, duke përfshirë këtu acidet yndyrore omega-3, të cilat janë thelbësore për ruajtjen e shëndetit të zemrës. Studimet kanë treguar se konsumi i rregullt i arrave mund të ndihmojë në uljen e kolesterolit të keq, gjithashtu ndihmojnë edhe në uljen e presionit të gjakut dhe inflamacioneve në trup. Arrat përmirësojnë funksionet tuaja të trurit. Studimet kanë treguar se acidet yndyrore omega-3 mund të përmirësojnë funksionet njohëse, kujtesën dhe disponimin. Arrat janë të mira për personat të cilat duan të ndihmojnë edhe në menaxhim më të mirë të peshës së tyre trupore. Arrat ndihmojnë në menaxhimin e peshës për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave dhe proteinave, të cilat zvogëlojnë marrjen e përgjithshme të kalorive. Arrat janë të mira edhe për personat me diabet. Arrat janë të dobishme në menaxhimin e diabetit, pasi kanë treguar se përmirësojnë ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe në këtë mënyrë e reduktojnë gjithashtu edhe nivelet e sheqerit në gjak. Shëndeti juaj tretës do të përmirësohet ndjeshëm me konsumin e rregullt të arrave në dietën tuaj. Gjithashtu, ato ndihmojnë në përmirësimin e tretjes së stomakut, zvogëlojnë rrezikun e kapsllëkut dhe përmirësojnë shëndetin e zorrve. Shëndeti juaj i kockave do të përmirësohet me konsumin e arrave. Arrat mund të përmirësojnë shëndetin tuaj të kockave fal elementëve ushqyes si kalciumi dhe magnezi, të cilat janë të rëndësishme për ruajtjen e shëndetit të kockave. Shëndeti i lëkurës do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i tyre. Arrat ndihmojnë për të pasur një lëkurë të shëndetshme, plot me shkëlqim dhe të parandalojë gjithashtu problemet e plakjes së parakohshme. Arrat mund të ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve tuaja imunitare dhe gjithashtu janë aleate të mira të shëndetit. Ato zvogëlojnë rrezikun e infeksioneve dhe për shkak të vetive të tyre antiinflamatore, ndihmojnë në reduktimin e inflamacioneve në trup. Studimet kanë treguar se arrat ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të mëlçisë, zvogëlimin e shanseve për problemet yndyrore të saj. Prandaj, konsumi i rregullt i arrave në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të ofruar këto benefite. Arrat janë gjithashtu shumë efektive për shëndetin tuaj të syve. Syt kanë nevojë çdo ditë për vitaminën E. Arrat ndihmojnë në mbrojtjen e syve nga dëmtimet e radikaleve të lira dhe mund të zvogëlojnë rrezikun e kataraktit. Nëse doni të rrisni energjinë tuaj trupore, përfshini arrat në dietën tuaj. Arrat janë një burim i shkëlqyer i proteinave dhe yndyrnave të shëndetshme, të cilat ndihmojnë dhe ofrojnë energji edhe në uljen e lodhjes. Kanë veti të mira kundër plakjes. Arrat mund të ndihmojnë në mbrojtjen e trupit nga dëmet qelizore dhe ngandalësojnë gjithashtu edhe procesin e plakjes. Konsumi 5 deri në 8 kokra arra çdo ditë do të japë rezultate fantastike në vlerat e trupit dhe gjithashtu në mbajtjen e shëndetit më të mirë të stomakut. Mirëmbajtja e stomakut dhe aparatit tretës në përgjithësi është hapi më i mirë që mund të ndërmerrni për organizmin. Mikrobioma e stomakut ka nevojë për probiotik dhe probiotikët, të cilët janë të rëndësishëm për sistemin tretës, mund të balancojnë gjithashtu edhe përfitimet e organizmit tuaj. Ndaj konsumi i tyre në dietën tuaj të përgjithshme, sigurisht që do t'jap rezultate fantastike në çdo aspekt të tretjes. Ekspertët thonë se arrat shërbejnë si probiotik dhe rrisin volumin e bakterieve të mira në stomak. Qeronja e rregullt e arrave parandalon inflamacionin, isheminë dhe problemet e zorrës së trashë. Arrat janë të mira edhe për personat të cilët duan të bien nga pesha e lartë trupore. Arrat përmbajnë kalori dhe megjithatë janë të pasura edhe me fiber, të cilat ju mbajnë të ngopur për më gjatë dhe përshpejtojnë metabolizmin.
Studimet thonë se arrat janë ideale për rënien nga pesha dhe konsumi i tyre me maturi mund të ofrojë edhe një mbrojtje më të mirë të yndyrnave të trupit. Arrat janë të mira për shëndetin tuaj të trurit dhe si të tilla do t'japin rezultate fantastike ushqyese për shëndetin tuaj të kujtesës dhe gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve. Siç e thamë edhe më herët, arrat konsiderohen si një prej ushqimeve më të mira për shëndetin e trurit, sepse janë të pasura me acide yndyrore omega 3. Konsumi 10 gram arra në ditë përmirëson aftësinë reaguese të trurit në përpunimin e informacionit, kujtesë dhe në përqendrim. Duke qenë se ato janë të pasur me antioksidant dhe me acide yndyrore poli të pangopura dhe substanca që luftojnë inflamacionin, ekspertët thonë se duhet të konsumoni çdo ditë arra në të mirë të shëndetit tuaj të trurit. Arrat ngadalësojnë dhe pengojnë plakin e parakoshme të trurit dhe ulin rrezikun e sëmundjeve nervore në fazën e mëvonshme të jetës. Ndaj, konsumi i tyre në dietën tuaj sigurisht që do t'i japë një mbrojtje më të mirë për fuqinë e shëndetshme të trurit. Acidet yndyrore omega 3 që gjenden me shumicë të arrat ndihmojnë në zhvillimin e shëndetit të trurit, përmirësojnë kujtesën dhe procese të tjera. Arrat janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për ata persona të cilët kanë edhe inflamacione dhe probleme të depresionit. Arrat përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega 3, lektin dhe yndyrna të shëndetshme. Ato përmbajnë vitamina dhe minerale, elemente esenciale mjaft të rëndësishëm për aktivitetet tuaja të rregullta ditore. Arrat përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, shumë folat, gjithashtu edhe tiamin, element këto mjaft të rëndësishëm për shëndetin tuaj. Gjithashtu arrat përmbajnë edhe një sasi të konsiderueshme të vitaminës C. Vitaminë kjo është shumë e rëndësishme për shëndetin tuaj të trurit dhe mbajnë gjithashtu larg edhe komplikacionet e saj. Omega 3 dhe omega 6 janë dy acide yndyrore omega 3 që gjenden me shumicë të arrat dhe japin gjithashtu rezultate fantastike në shëndetin tuaj të trurit, duke përmirësuar imunitetin, gjithashtu edhe shëndetin tuaj të gjakut. Ndaj konsumi i rregullt i tyre sigurisht që do të luajë një rol pozitiv në vlerat e shëndetit tuaj. Arrat janë të mira në luftën kundër problemeve të kolesterolit. Gjithashtu ato lidhen edhe me nivelet të elementëve ushqyes omega 3 që reduktojnë nivelet e kolesterolit të keq. Përfshirja e arrave në dietën tuaj do të përmbajë biotin, kalium, omega 3, omega 6 dhe omega 9. Arrat kanë veti të mira kundër mykut dhe largojnë gjithashtu edhe problemet e infeksioneve. Ndaj, përfshirja e tyre e rregullt në dietën tuaj do të jetë një mburojë e shtuar për shëndetin dhe gjithashtu në balancimin e komplikacioneve të tyre. Nëse doni të keni një lëkurë më të shëndetshme, atëherë, përfshirja e arrave në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shtuar për të marrë këto përfitime. Vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyror, ndihmon në luftën kundër radikaleve të lira si pasojë e stresit, duke reduktuar rrullat në fytyrë dhe vaji i arrave ushqen lëkurën, zbart rrafët e zi poshtë syve dhe gjithashtu përmirëson duken tuaj. Studimet kanë treguar se një grusht me arra në ditë redukton me 30% mundësinë për luhatje të forta të sheqerit. Arrat janë të pasura me element të shëndetshëm për shëndetin e kockave. Arrat i bëjnë mirë kockave falë përmbajtjes së acideve yndyrore omega 3. Meqense arrat janë të pasur me fibër, janë një burim i shkëlqyer për tretjen si dhe luftojnë edhe problemet me tokë. Arrat janë të mira për imunitetin dhe ndihmojnë gjithashtu në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Është e rëndësishme të përfshini të paktën 5 deri në 8 kokra arra çdo ditë në dietën tuaj, sepse do të përmirësoni gjithashtu edhe vlerat e organizmit tuaj dhe do të mbani larg komplikacionet e tyre. Arrat janë një ushqim shumë i shëndetshëm për trurin. Acidet yndyrore omega 3 që gjenden me shumicë të arrat ndihmojnë në zhvillimin e trurit, përmirësimin e kujtesës dhe proceseve të tjera njohëse. Arrat gjithashtu luftojnë problemet e depresionit, përmbajnë proteina, vitamina, acide yndyrore omega 3, lektin dhe yndyra të shëndetshme. Ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj do të sigurojë një nivel të lartë të vitaminës B6, shumë folat, tiamin, sasi të mëdha të vitaminës E, mangan, fosfor, hekur, gjithashtu edhe vitamina të rëndësishme. Përfshirja e arrave në dietën tuaj është e rëndësishme për të marrë këto cilësi të larta ushqyese. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.